Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama priti në një takim të veçantë zëvendës ndihmës sekretarin amerikan të shtetit për çështjet e Europës dhe Euroazisë, zotin Filip Riker, pas takimit të zhvilluar në selinë e Partisë Socialiste. Kryetari Edi Rama dhe zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështjet e Europës dhe Euroazisë, zoti Riker, dhanë këto prononcime për mediat. Ishte si nga herë një kënaqësi e veçantë të mikprisnim në selin ton një përfaqësues nga Departamenti i Shtetit, por sot ishte kënaqësi e dyfisht sepse zoti Riker e viziton Shqipërinë në një mision pune në detyrën e tij të re për herë të parë dhe po ashtu i dedikon vendit ton dhe qytetarëve të këtij vendi një vizitë relativisht gjatë. Gjë që ne e çmojmë si shprehje të vëmendjes, të respektit dhe të miqësisë që lidh popujt dhe vendet tona. Nga ana tjetër, ishte një rast i shkëlqyer për të konfirmuar bazën shumë solide të partneritetit dhe po ashtu edhe qëllimet e përbashkëta për perspektivën e vendit dhe të rajonit lidhur me familjen europiane dhe me botën demokratike. Dhe së treti, pas një dyshim, duke u fokusuar tek perspektiva demokratike dhe europiane e vendit, ne shkëmbyen po ashtu shqetësimet dhe idetë lidhur me përshpejtimin e progresit të vendit, qoftë në drejtim të familjes europiane, qoftë në drejtim të atyre standardeve demokratike që do ta bëjnë Shqipërinë një vend europian jo vetëm gjeografikisht, jo vetëm si vokacion i mbar popullit shqiptar, por dhe si një shtet me institucione të forta të pavarura dhe padyshim me një parlament që të përfaqësoj shqiptarët, qoftë në qeveri, qoftë në opozitë, brenda standardesh si ato që sot e gjithë ditën e karakterizojnë parlamentarizmin në familjen europiane. Well, I want to thank Mr. Rama for seeing me on a Sunday. Do doja të falenderoja zotin Ramën që më ka takuar ditën e diel. I'm pleased that his travel plans and mine could overlap here in Tirana before I depart for Kosovo in just a few moments. U kënaqa që pata mundësinë që ta takoj atë dhe që planet e tij të udhëtimit dhe të mia të përputhen me njëra tjetrën përpara se unë të largohem nga Tirana pas pak çaste drejt Kosovës. I've been very pleased to have these late summer days visiting Albania this week. Gjithashtu kam qenë të jetë i kënaqur që kam pasur mundësi që të takoj në këto ditë vere dhe ta vizitoj Shqipërinë. From Goriçan to Durrës to Vlore. Duke nisur nga Goriçani, Durrësi, Vlora, to Elbasan. Në Elbasan. It's been a great opportunity to meet a variety Ka qenë një mundësi e shkëlqyer për të takuar of Albanian people, një sër njerëzish, to hear a variety of views, të dëgjoj larmishmëri pikpamjesh, and to share ideas about the way forward. Dhe të ndajmë ide mbi mënyrën se si të ecet përpara. I've been particularly pleased to have an opportunity to spend time with Ambassador Arvizu's team at our embassy here in Tirana. Kam qenë të jetë i kënaqur që kam pasur mundësinë që të shpenzoj kohë me ekipin e ambasadorit Arvizu këtu në Tiranë. And I believe that I've had very constructive meetings here in Tirana. Dhe besoj gjithashtu që kam pasur takime shumë konstruktive këtu në Tiranë. I've met with President Nishani, Prime Minister Berisha, Foreign Minister Panariti, the Prosecutor General Ms. Rama. Kam pasur mundësinë që të takohem me presidentin Nishani, kryeministrin Berisha, ministrin e punëve të jashtme Panariti, prokurorin e përgjithshme zonjë Rama.
I've met with the defense minister, the interior minister, and the economics minister. Gjithashtu kam pasur mundësinë që të takohem me ministrin e Brendshëm, ministrin e Ekonomisë dhe ministrin e Mbrojtjes, with other representatives of the international si community, dhe përfaqësues të tjerë të bashkisë ndërkombëtare, and with representatives across the political spectrum. si dhe me përfaqësues që vijnë nga gjithë spektri politik. Mr. Rama and I discussed the strong bilateral relationship between the United States and the Republic of Albania. Zoti Rama dhe unë diskutuam mbi marrëdhëniet e forta dypalshe mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë. As he indicated, we discussed Albania's Euro-Atlantic Dhe integration, sikurse ai foli, ne kemi diskutuar integrimin euro-atlantik të Shqipërisë, the progress achieved since last August, përparimi që është bërë që prej gushtit të shkuar, the upcoming elections not only in my country but also in Albania. zgjedhjet e ardhshme, jo vetëm në vendin tim, por edhe në Shqipëri. As I've said before, Dhe sikurse e kam thënë dhe më herët, Washington will be watching developments here very closely. Washingtoni do t'i ndjeki nga shumë afër zhvillimet këtu. We hope to see continued reform progress. Presojmë që të shikojmë përparim të reformave, We hope to see next year democratic elections conducted in a responsible si fashion, dhe presim që të shikojmë që zgjedhjet demokratike të mund të zhvillohen në mënyrë demokratike. and always I stress the respect for independence Dhe of gjithashtu, democratic institutions. Kam theksuar edhe rëndësinë për institucione demokratike. As you all know, as I've discussed already during my time here, the next weeks are very important. Dhe sikurse ju e dini dhe sikurse e kam shprehur edhe më parë, javët e ardhshme janë shumë të rëndësishme, They are critical sepse ato janë kritike in demonstrating movement on reforms në të demonstruarit e lëvizjes drejt reformave, and a seriousness of purpose si dhe that transcends politics seriozitetin e qëllimeve që të shkon, që ka përcem politikat and reflects the best interests dhe pasqyron interesin më të mirë and the desires of the Albanian people. dhe dëshirat e popullit shqiptar. Parliament has in their power Parlamenti ka në fuqinë e tij the opportunity to impact positively the European Commission's progress report. mundësinë që të mund të ndikojë në mënyrë pozitive raport progresin e Komunitetit Evropian. And we believe that finding agreement Dhe ne besojmë që gjetja e dakordësisë on reform of the parliamentary rules of procedure, për reformën parlamentare të rregullave parlamentare, adopting the law on high court, si dhe kalimi i ligjit të gjykatës së lartë, and voting for the constitutional amendments on si immunities dhe votimi për ndryshimet kushtetuese për imunitetet, are achievable janë të arritshme, and would be important steps in the right direction for Albania. hapa të rëndësishëm në drejtimin e duhur për Shqipërinë. So I wish you all a good end of the summer. Kështu që edhe një herë ju uroj të gjithëve një fundverë të mbar. Again, I thank all of my hosts here in Albania, Dua të falenderoj edhe një herë mikpritësit tanë këtu në Shqipëri, and I thank Mr. Rama for seeing me today. si dhe zotin Rama që më takoi sot. Faleminderit Ka të bëj shumë. vizita juaj Faleminderit shumë.